أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد نصيبا من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فلندريم تكون الله جل جلاله i cili na begatoi me të mirat e shumta, salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu në Kur'an: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Ati Muhammed përkujtoj ata se më vërtet përkujtimi u ban dobi besimtarëve. Kanë zgjedhë thonë si përkujtim, edhe pse e kemi folë këtë tematikë, këtë hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po për shkak të rëndësisë së madhe që ka ky hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të përsëritemi sonte. Imam Tirmidhiu transmeton hadith nga Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, se thot Muadh ibn Jabali një ditë kam qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një prej udhimeve dhe një natë u veçuam dhe mbetëm vetë. E i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-janna wa yubaidni 'anil nar." I thash: "O dërgumi i Allahut, a më informon me një vepër, a më tregon ndonjë vepër me të cilën kam e hyrë në xhennet, e cila kam e mfut në xhennet dhe kam e largu prej zjarmit të xhehenemit?" Qal, tha: "Laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu alayhi." Tha, me vërtet ke pyet për diçka të madhe, mirë po ajo është e lehtë për atë të cilit Allahu i ka lehtësuar. Ta'budullaha la tushriku bihi shay'a. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi këshillën ndaj Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu, edhe e shohim që në këtë këshill dhe në urdhërin tjetër, me një hadith tjetër, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgoi Muadh ibn Jabalin në Yemen, i tha Muadhit: "Ya Muadh, innaka ta'ti qawma ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah." Me një transmetim ila an yuwahhidu Allah. Tha o Muadh, ti ke me shku tash edhe ke mu ballafaqu me një popull pasues të librit. Le të jetë sendi i parë në të cilën keme i thirr ata dëshmia la ilaha illallah. Me një transmetim, le të jetë sendi i parë në të cilën ti keme i thirr ata tauhidi, me e njësu Allahun me adhurim dhe mos mi bë shirk Allahut xhalla xhelaluhu. Në këtë hadith njëjtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi Muadhin për këtë çështje madhështore. Çështje që në të cilën nëse njeriu ka defekt, ka problem, krejt feja e tij ka problem. Krejt feja e tij ka problem. E në qoftë se kjo çështje është e rregulluar si duhet, e ndërtuar si duhet, krejt feja është në rregull. Kjo është temeli i fesë, që shka marrë në hadith më vonë. Ta'budullaha la tushriku bihi shay'a. Ta adhurosh Allahun dhe mos t'i bësh ortak Allahut në adhurim. Kjo është bazamenti, temeli i kësaj feje. Në qoftë se temelet janë si duhet të një ndërtesë për ndërtesave,
përpjet mundemi çka dush më ndërtoa. Ama në qoftë se temelet nuk janë si duhet, nuk ka investim në temele, atëherë rrezik e kemi edhe një hap më të vogël me bë në ndërtimin e ndërtesës përpjet. E temeli i kësaj feje është tauhidi, është njësimi i Allahut, është akidja, është njohja e Allahut subhanahu wa ta'ala, me tauhidin rububia, me tauhidin uluhia, edhe me tauhidin e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo baza. Krejt problemet, krejt defektet, krejt devijimet, krejt keqkuptimet ndodhin tek njeriu prej të gjunahi, mëkati, gabimi më i vogël deri taj më i madhi, shirku dhe kufri, për shkak mos njohjes Allahut subhanahu wa taala ose për shkak defektit prej defekteve në njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Këtë sillet mesela. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka i tha Muadhit? Muadhi e pyeti, tha, ma tregon një punë e cila ka më fut në xhennet edhe kam largu prej zolve xhenemit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, kjo mesela është shumë e madhe, ama është e lehtë për atë të cilët Allahu ja ka lehtësuar. Edhe tash fillimisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk erdhi me diçka ekskluzive. Fillimisht në këshill pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk erdhi me diçka të jashtëzakonshme. Bane këtë vepër të jashtëzakonshme. Erdhi me çështjet bazament të fesë Allahut subhanahu wa taala. E para tauhidi. Adhurimi i Allahut të vetëm dhe mos mi bësh shirk Allahut subhanahu wa taala. Pra këtu hin tauhidi, njësimi i Allahut në adhurim, dhe këtu hin komplet meselja e akides. Pra njohja e Allahut subhanahu wa taala. Besimi i Ahlusunnetit dhe Xhamatit në njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Kush është Allahu xhalla xhelaluhu, njohjen e Allahut me qenien e tij, me veprat e tij, tauhidi rububia, njohjen e Allahut me adhurimet tona, tauhidi uluhia, edhe njohjen e Allahut me emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo njohje, vëllezër, kjo nuk është njohje që mjaftohemi një herë me mësu këtë çështje edhe e kemi kryer punën këtë dunja. A kemi qartë. Ta mbojmë mend. Këto meselet e akides, meselet e tauhidit, nuk janë mesele që na të mjaftohemi me një cikël të ligjëratave ose me një libër prej librave edhe u kry muhabeti. E kemi sos në obligimin tonë. Jo. Duhet në vazhdueshmëri të ndëgjojmë ligjërata për akiden, të flasim për akiden, edhe të përsërisim meselet e akides. Si në vazhdueshmëri, ka xhamia në përbotën arabe, që prej ditës së parë që ka ardhur libri Kitabu Tauhid në atë xhami, ky libër lexohet pa ndal, spjegohet pa ndal. Fillon hoxha me spjegu librin, e kryen librin, posta ta kryen librin, çka ja nis për fillim edhe një herë. E kryen ja nis prej fillim edhe një herë. E kryen prej kur 100 vite kanë kaluar. Në xhami të në kohën spjegohet libri Kitabu Tauhid i hoxhës Muhammed ibn Abdul Wahhab Allahu mëshiroft. Pse? Për shkak se në atë libër janë të përmbledhura çështje nga tauhidi uluhia përgjithësi. Dhe janë të përmbledhura çështje që në të cilat më shumë t'i bijnë njerëzit. Domethënë çështje kaptinat e para për vlerën e tauhidit, çka është vlera e tauhidit dhe kështu me radhë, pastaj prej te kaptina e 6 deri te kaptina e 63 në mos gabosh apo 64 janë kaptinat që flasin për shirkun. Shirkun e madh, shirkun e vogël, mirë po kaptinat që në përgjithësi janë të shpërndarë tek njerëzit. E që na ndodh neve ndonjëherë, Allahu na i falt, Allahu na përmirësoft, me radhë që të gabime prej shirkut të vogël, për shirkut të msheft dhe kështu me radhë. Për shkak mos përsëritjes. Argument më të fortë, më të qartë nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu i kemi një numër të madh të ajeteve dhe të haditheve që Allahu vazhdueshmërisht i ka
përmend dhe i ka këshillu sahabët me tauhidin rububiyye, tauhidin uluhiyye, tauhidin asma sifat. Një prej këtyre argumenteve është hadithi që po flasim sonte. Kur e ka dërgu Muadh ka pyet këtë më tregon një vepër me shku në xhennet. Me më largu pizave xhenemit. Ka thonë me e adhuru Allahun, mos i bësh shirk Allahut subhanahu wa taala. A ardh kjo hadithi? Çka themin atash? E po tamam, çka kjo hadith mjafton, mos ka nevojë marr hadithe tjera, më na thon neve adhurojeni Allahun dhe mos i bëni shirk Allahut subhanahu wa taala. Sa hadithe ka të tilla? Full apo? Sa ajete kuranore ka në Kur'an? U'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhurojeni Allahun dhe mos i bëni shirk Allahut. Sa vetë në çkëtë stil, në çkëtë mënyrë të folit, u'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, ka shumë. Adhurojeni Allahun për shkak se nuk din ndonjë zot që meriton adhurimin pas Allahut. Sa ajete ka të këtij stilit te krejt pejgambert. Pastaj krejt të pejgambert të përsëriten në për shumë sure të Kuranit. Që na tregon neve se kjo meselë fillim dhe mbarim është shumë e rëndësishme dhe fillim dhe mbarim të jetës duhet tan kohën me përsërit. Tan kohën. Jo më thonë, kur i kungu këto meselë para 30 vjetë mëne. O, alhamdulillah, super. Pia tërë para 30 vjetë, dhe tash, sa herë ki përsërit? Asnjëherë. Edhe menon që i kitë fresta si para 30 vjetë, da? Shansë s'ka. Se si kur të kishë qenë kështu meselja, kishë mjaftu Allahu me 1 urë dhe me 2 urë në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Mekë dhe pastaj u kryi muhabeti. Po jo, Allahu xhël xhelalu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Medinë, edhe pse tematika e ajeteve të Mekës në përgjithësi flet për tauhidin, flet për botën tjetër, flet për akiden, Allahu në Medinë, çka i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Çka i zbriti? Ya ayyuhalladhina amanu. Aminu billahi wa rasulih. O ju që keni besuar. Çka? Besoni Allahu dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po na kena besuar, çka mi besuam? Na kena besuar. Thot Muhammed Kutbi, që ky ajet na jep neve mësim se thirrja në tauhid edhe në akide ka qenë e vazhdueshme në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë e vazhdueshme. Dhe kjo duhet të jetë metoda e thirrjes tonë. Dhe kjo duhet të jetë jeta jonë, rutina e jetës tonë. Në vazhdueshmëri afër vetes ta kemi një libër të akides që e kemi përsërit. Ka dietar të muslimanëve që një libër prej librave të dietarëve të mëhershëm që s'flet në tematikë të akides, në tematikë tjetër, për shembull Nusul Fik, Risalën e Imam Shafiut, ose libra tjera, i kanë lexuar ka 200 herë, ka 100 herë. 100 herë një libër e ka lexuar. Për neve është pa kuptim të po. Po kam lexuar kitabet e Idit 100 herë me lexuar. Ora përmendsh me mësua, po duhet të përmend. Përmendsh me mësua. Për shkak se janë çështjet që na rrin besimin, akiden tonë, tauhidin tonë. Do të mësoj përmendsh me mësua. Në mos të mësosh mi përmendsh në detale, në citate, me ajete dhe me hadithe, në mënyrë kuptimore të përgjithshme me mësoj përmendsh. E sa me lexua, tamam ta krysh, vazhdo edhe një herë. Nëse keni libër tjetër, në shpjegim të dietarit tjetër, në shpjegim tjetër lexoje. E kryen ki, ta ato që din gjuhën arabe kanë këtë marrë këtë meselë. Se ka dietar të shumë që kanë shpjeguar. A lexon një shpjegimin e këtij, një shpjegimin e këtij, një shpjegimin e këtij, një shpjegim. Pastaj kthesh e për fillim. E bën shumë një rutinë jetësore të përsëritjes së meselës të akides. A kemi mbajt na librin Majul Kabul apo? A di kitabut Tauhid kemi mbajt para 6 vjet, 5-6 vjet, mos gafo se di pas saksisht. Edhe librin Majul Kabul. Çato meselët që janë kitabut Tauhid dhe Majul Kabul, ai dina këta. Ai dina, të janë inspitone. Na i dina kështu, më na thonë dikush kjo meselë, po, kjo meselë po, kjo meselë kështu. Ama ti janë zbej, i kam pluhuri. E duhet në vazhdueshmëri me i përsërit këtë çështje. Për informim, inshallah, prej ditës së diell, namaz sabahit, kena me e lexu librin Kitabut Tauhid. S'ka më të lexonata të xhana, kena me lexuar. Edhe kena bënë një farë rutine javore, ditëve të diella në namaz sabahut, edhe njerëzit nuk janë në punë, mundën marrën në xhami, edhe gratë edhe burrat, që me përsërit meselet, me Kitabut Tauhid, libra tjera të akides që kena shpjeguar më herët e më vonë, me i përsërit
meselet e dinit të Allahut, meselet e dinit të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha tuqimus salah. Masani i tha me fal namaz. Do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe ka dhënë tashmodit, ata me në xhennet. A do me në xhennet? Po. Çto punë elementare bën. Këto punë elementare bën. Kush don me në xhennet, le të bëjë punë elementare të fesë, janë ato tauhidin, me njoh Allahun xhelal dhe mos i bësh shirk Allahu subhanahu wa taala. Pastaj me fal namazin. Pastaj me dhon zakatin i tha. Pastaj me xhiru muajin e Ramazanit, edhe me shkon hax kush ka mundsi. Kush i bën këto vepra, ka me në xhennet. Muajin e Ramazanit. Kush i bën këto vepra, takohet me Allahun, pa i bësh shirk Allahu subhanahu wa taala. Me namaz, me agjerim, me zekat që se ka pas me dhonë zekat, edhe me haq që se ka pas mundësi me shkun haq, sigur të në xhenet, 100%, pa pik dyshime. Kjo është feja, kjo është obligimi jonë. Këto janë punët me cilët njeriu futet në xhenet. Ama sahabët, në këtë rast edhe Muadhi, prej pyetjes, Muadhi këtë ka ditë, këto obligimet i ka ditë, ka dorë diçka pak ma ekskluzive. Diçka pak tjetër jashta farze. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair, monumentash. I përmend pejgamberi tash 3 vepra. Këto 3 vepra pothuajse janë prej veprave më madhështore pas farzeve. Pothuajse janë veprat më madhështore, veprat më të mëdha me të cilat njeriu prej këta nafile vepra tash, me të cilat njeriu e fiton kënaqësinë e Allahut xhela xhelaluhu, jeton një jetë të lumtur këtë botë dhe fiton xhenetin e Allahut xhela xhelaluhu. Dhe janë vepra ekskluzive. Allah në mundsoft të jemi të avancuar në këto vepra. I tha ala adulluka ala abwabil khair, i tha Muadh, apo do me të kallëzu dyert e khairit, e bëmirësisë. Kultu bela. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junna, was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nara, wa salatu ar-rajuli min jawfi al-layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo do me t'i tregu dyert e khajrit. Qose i ban këto vepra, ban khajr të madh, arin grada të larta. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junna, agjerimi është mburoj. Agjerimi është mburoj. Cili agjerim? Tash është duke folur për agjerim nafile. Atëherë kur është sunnet apo agjerimi sipas sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 3 ditë gjatë muajit, mas vakti, prej kur tham mas vakti janë nafile këto. 3 ditë gjatë muajit, të njohura ndër njerëzit si ditët e bardha, agjerimi të hanët tente, sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe agjerimi i Davudit alayhis salam. Një ditë po, një ditë jo. Një ditë po, një ditë jo. Këto lloje të agjerimit. Çka tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tha agjerimi është mburoje. Çfarë mburoje? Mburoje mes teje dhe zjarrit të xhenemit. Tha Ibn Tibbi, Allahu mëshiroft, inma ju'ila as-sawmu junnatan min an-nar li'anna fi al-ju'i saddu majari ash-shaytani kama fi al-hadith inna ash-shaytana yajri min ibn adam majra ad-dam fasuddu majarihi bil-ju'i fa inna sadda majarihi lam yadkhul fa in sudda majarihi lam yadkhul fihi wa lam yakun sababu lil-isyan alladhi huwa sababu dukhuli an-nar. Thot agjerimi është pengesë, është mburoj prej zjarrit të xhenemit, për shkak se nëpërmjet uris njeriu i mbyll dyert shejtanit. Nëpërmjet uris njeriu i mbyll kanalet, rrugët
shejtanit, që shkarë në hadith, me të vërtet shejtani ecë në për gjakun e birit Ademit a.s. Në për venat e gjakut, në për damart e gjakut. E thot këtë jetar, në përmjet agjerimit, jam shel të dy. Ja vërësirëson lëvizje. Që prej kësoj fjallë ti djetari, më në mëzim një dobi tjetër shumë të rëndësishme. Ajo është të ushqyerit e shëndetshëm. Se ushqimi pa shëndetshëm është ushqimi shejtanëve. Edhe është lehtësim për shejtanin me manovru në trupin tonë. Dhe një prej terapive më të mira që rukjegjit u ajapin pacientët e tyre për rukje është ushqimi shëndetshëm. E para halal, e dyta i shëndetshëm. Mos mi dhon ushqimet e pashëndetshme, po mi dhon vetëm ushqimet shëndetshme. Kryja e këtyre ushqimeve, mjalta, farat e zeza, ose vaj farave të zeza, fiqi, ullit, edhe kështu me radhë. Së mos çështë ato halalat që janë të bereqeshme, jashtë të shëndetshme janë të bereqeshme për janës Allahut subhanahu wa taala, ku fiku dhe ullit edhe mjalta edhe habet sauda, uji i zemzemit e kështu me radhë. Këto janë terapia më e mirë. E me këtë terapi plus me agjerue, thot, fesuddu, mbylleni kanalet e udhëtimit shejtanit në trupin tuaj, të cilat janë shkaktare nëpërmjet të cilave shejtani ju ban ju i bën mëkat Allahut, e të cilat janë shkaktare me hi në xhenemit. E të cilat janë shkaktare me hi në zjarr të xhenemit. Tha pejgamberi sallallahu as-sawmu junna. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yajhal. Fa in imri'un sabahu falyaqul inni imru'un sa'imun. Tha agjerimi është mburojë. Në qoftë se njëri prej juve agjeron, atë ditë që agjeron, mos vepron gjunave, mos fol keq, mos shahet, mos sillet me ignorancë. E në qoftë se dikush e shon, le të thotë, unë jam agjerueshëm. Unë jam agjerueshëm. Edhe në aspektin trupor, kush reagon më shpejti? Ai që është i ngopë apo ai që është i unt? Ai që është i unt, se ka menën aty, e ka menën të ushqimit. Se ka menën të problemet. Është i fokusuar ta kryejë punën e vetë dhe ta ngope barkun e tij. Ama kur ndodhin problemet ndodhin kur njeriu ta mbush stomakun e vet. Atëherë ndodhin epshet, atëherë ndodhin qefet. E pejgamberi i tha Muadhi këtë rast, tha as-sawmu junna. Agjerimi është mburojë. Allah na bëf për agjerueshme, që agjerojmë shumë. Pastaj tha was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Tha sadakaja i fshin, i djeg mëkatet qysh e fik uji zjarrin. Tash për çfarë sadaka po fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Është duke fol për sadakan nafile. Sadakan nafile, se e përmendim anal zakat në po. Sadakaja i largon mëkatet, i pastron mëkatet qysh pa pik dyshimi, sikur uji që e fik zjarrin. Cila sadaka? Sadaka nafile. Këtë kanë kuptuar mirë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kena raste të shumta, kemi cek gjatë ligjëratave, raste të shumta ku shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë dhënë ekstrem në pasuri shumë të madhe. Një prej tyre që e kanë të freskët informacionin, Talha bin Ubaydillah. Pasi që ka ardhur karavani prej Yemenit me pasuri, e kanë punëtorët, e kanë shit mallin dhe tash ka ardhur fitimi në Medinë. Kur ka ardhur fitimi në Medinë, parafërsisht 1.700.000 euro me dinar. 1.700.000 euro. Ka thonë, qka puna e Talhas që ose vdek sonte, e qysh del para Allah të kretë kjo pasurin shtëpinë e vetë. I thirë punëtorët, hesni këto. Po të mere këtë pasurin që e të filani, këtë të filani. Ta natën, të një sabah, të punu, dejnë më njëse kanë shpëndo krejtë. Ka ardhë njëna prej grave të Talhas, radhiyallahu anhu, edhe ka thonë, a ka me diçka për neve, se s'pas ka kur gjatë. Ka thonë, kështu ka me diçka që ti mere. Një 1.000 denari ka martarit. Me pasuri, matematikën e kam pasbat diku 1.700.000 euro për një natë. Kjo veç njëherë prej herave. Ka 200.000, ka 300.000, ka 500.000 euro. Shumë. Shpesh. Veç një sahabi,
sahabit tjerë e kanë kuptu mirë tregtinë e tyre me Allahun subhanahu wa taala. E kanë kuptu si duhet. Se kemi nevojë që të na falen mëkatet. Dhanja, fi sabilillah, sadakaja, i fik gjunat, i largon gjunat, i pastron gjunat, qysh e fik uji zjarri. Dhe kjo është prej veprave madhështore. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layli." Namazi natës në errësirën, namazi njeriu në errësirën e natës. Kemi thënë ku pejgamberi sa merr në Medinë, çoi tha njerëzve: "O ju njerëz, ushqejini të varfërit, sadakaja. Përhapeni selamin. Ushqejini të varfërit. Faluni natën kur të tjerë të flejnë, keni me hynë xhennet me selam. Selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Përshëndetje qofshin për ju për shkak asaj që keni bërë sabër. Që na ka dhënë neve Allahu xhël xhël përmes ajetit kuranor, se këto veprat madhështore që i kanë bërë sahabët dhe njerëzit në jetë, të janë veprat që njeriu me bë sabër. Për me dhënë sadaka, me bë sabër njeriu. Jo se cili mund me dhënë sadaka. Për me agjeru 3 ditë në muj, ose një ditë për një ditë jo, ose të hanë e tejnëte, du të bë sabër. Lyp me bë sabër. Me bë durim. Ka mundësine me në kalon të në dita, po se ki mendën atë, pa ushqim. Po me bë njëtë agjerim që më rritë knatësina Allah gjënë gjënë. Kjo do në sabër. E Allah shka tha, bima sabërtun. Për shëndetje që ushin për juve, për shaka asoj që keni bë sabër, me dhe të keni fitu një shtëpi të mirë, një vend qëndrim të mirë, a gjenneti i Allahut subhanahu wa ta'ala. Pasaj që ka tha? Salatu rajuli fi jawfi al-layl. Namazi njeriut në errësirën e natës. Kjo do sabër. Kjo do sabër. Sa sabër, sa ta bëjna rutinë. Si na bëhet rutinë, pastaj bëhet pjesë e jetës tonë, pa të cilën na nuk mundemi me jetuar. Tha Allah në Kur'an: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun." Tha, e nuk e din njeriu se çka është mshef për ta prej mirësive të Allahut. Me mirësi që e kënaq syrin e tyre, e kjo begati shpërblim nga Allahu subhanahu për çka? Për shkak veprave që i kanë vepruar. Kanë thënë dietarët, për shtashmëria e këtij ajeti, e kësaj fjale, me namazin e natës, ashtu si njeriu është mundu me mshef veprën e tij në thellësinë e natës, kur krejt flen, ky ngritet dhe adhuron Allahu subhanahu wa taala, ashtu Allahun për shtashmëri ja ka mshef edhe prej melaçeve shpërblimin për këtë vepër, e këta ka me gjithë vetëm për Allah subhanahu wa taala. Çka? Ukhfi, Allah dhe në kina mshef. Si kina kaldu qka? Para më ndo, me të bo një surprise dikush prej njerëzve. Me të bo një surprise dikush prej njerëzve i pasur, për shemë. Apo, për atë ditë qka më dështore. Dallon me të bo dikush një surprise, një person i thjesht, edhe me tërë një milioner, me thonë, du me të bo një surprise tyje. Këtë ki milioneri për atë ditë qka, apo. Para më ndo, kjo surprise, pjanës Allah, për neve. Surprise për kujna për Rabbul Aleminit. Ju balini këtë vepër, e për çkëtë vepër keni një surprise. As me laçi se ka treguar thon dietarët. Ukhfie, do shumë shef. Para më çon me çena ja. Para më. E për madhështoria, këtë madhështoreve për këtyre surprizeve të mirave të xhennetit, është një pyetje knatësia Allahut subhanallahu. Është një pyetje knatësia Allahut subhanallahu. Me e fitue knatësina Allahu xhël xhëlalu. Ju e keni xhennetin adn wa ridwanun min Allahi akbar. Dhe knatësia Allahut mbi juve, kjo është më e madhe. Kjo është më e rëndësishme. Kjo është ekstrem më e madhe. Allahu me qeni kënaqur me ty. E kur të kënaqet Allahu me ty, nuk i dhrohet pastaj. Allahu ka më dhënë këtë knatësi banorëve të xhennetit, Allahu na bëf prej tyre. Imam Muslimi të smëton hadith nga pejgamberi sa ka thonë afdalu salati ba'da al-maktubati qiyamul layli.
Ka thonë agjerimi, ka thonë namazi më i mirë pas farzeve është namazi i natës. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e smeton Abdullah ibn Amri ibn As radiallahu anhu, që ka zënë Buhariu dhe Muslimi, ka thonë afdalu salati salatu akhi Daud, kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Ka thonë namazi më i mirë është selam. Namazi më i mirë është namazi i vllaut tim Davudit alayhis salam. Qysh? Ka thonë gjysën e natës, gjysën e ka flejt. 1/3 e ka fal, 1/6 ka flejt. Edhe kështu ka qenë pjesa dërmuese e selefit. Pse më e mira kjo? Që me rujt vepra. Mos me marrë vesh kërkush që e fal namaznate. Se nëse flen gjysën, edhe gjysën fal namaznate, kur shkosh në sabah, je i kthjellët apo? E shohin njerëz që pas ke flejti. Gjysën e kanë fal, 1/3 gjysën e ka flejt, 1/3 e ka fal, 1/6 ka flejt. E kur shumë shkon në mëngjes, i hajt pe xhumit, apo ka flejt pak. Dhe kjo thotë Hasan, dhe kjo është namazi më i mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i vazhdueshëm në namaznate. Thotë Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u falte natën derisa ju ajshin kamët. Dhe i thash një natë, ja Rasulullah, atasnu hadha wa qad ghufira laka ma qad taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, ai duke vepruar këtë vepër, kurse ty janë fal të gjitha që ke bërë më dhe më vonë. I tha, ja Aishatu afala akuna abdan shakura. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Aisha, as duhet me qenë rob falënderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mos i Allahin pas ka fal të gjitha. Kalumë tashmë. Ai ka qenë i mbrojtur për gjunave, ja ka fal Allahu këtë gabime. I mbrojtur plus i falur. I ka thonë, as duhet me qenë unë rob falënderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Me qenë se Allah pas ka thonë këtë begati, as ban me qenë rob falënderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Abdullah ibn Umerit, ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yaqumu min al-layl. Asa djali mirë është Abdullahi, sikur të shku me fal namaznate. Thot Abdullah ibn Umerit, prej që këti momenti ku fillu me fal namaznate dhe kur se kom lanë. Edhe kur nuk e kam praktismo namazin e natës. Thot prej gjendjes së sahabëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kana Uthman yanamu nawmatan awwal al-layl thumma yaqumu kullahu. Uthman ibn Affan një pjesë të natës e ka flet fillimin e natës dhe pastaj është fal deri në mëngjes. Urwa ibn Zubair ka qenë prej njerëzve që ka fal çdo herë namaznate për pos një natë. Në çfarë nate? Atë natë kur ja kanë prej kamën. Atë natë kur ja kanë prej kamën se ka fal. Me njerë të nesërmën ka vazhdu namaznate. Para me ndo ja ka prej kamën. Dini në gjarën e Urwat ibn Zubair, kur ka shku, duke shku për në Sham, e ka kafshu diçka, i është pëzmetu kama, kur kanë shku në Sham, kanë thonë të me ta prej kamën, pa tjetër. Që mos me shku infekcioni për pjetë. Edhe e kanë prej kamën. Kanë thonë të me thonë me pi diçka, me deh, që me ta, ka thonë, ja, zbat, ka mesele. Ka thonë, po kjo punë është e lehtë. Kur të hinë namazune, si të binë sejdë, ju nisën një me prej. Më thonë, ajo pifkën e ka posë namazë, ka hinë namaz, anestezi ka morë. Ka dalë për këse dënjaje, në botën tjetër. Ka thonë, kur të brinë sejdë, prej një kamën. Thotë, ja kanë prej kamën, a gjë ka qenë sejdë. Ja kanë marë, ja kanë prej kamën, e ta shumë, parëmdon, Urwat ibn Zubair ka qenë për tabiinëve. Ka qenë për tabiinëve. Ka qenë vëlla i Abdullah ibn Zubair, ka qenë djali Zubair ibn Awamit. Babën e ka pas sahabit përgëzuar me xhennet. Ka qenë prej dietarëve më të mëdhenj të tabiinëve. Thotë që kanë prej kamën. S'ka marrë vesh kur gjë. Thotë kur e kanë marrë, e kanë futur në zejtin, që më janë ndal gjak derdhje, atëri ka rëtë fekt. Çat natë s'ka fal namaznate. Të nesërmen ka filluar të fal namaznate. Para më ndove njëri pineve një operacion pak më të lehtë me pos për namazët i lidhme na, drejkën me kindina kësha me jacin. Edhe lehtësimet e lehtësimeve mundohi me i shtydzue se operacion janë bonë.
A u ta kështu operacionin, as dhimbje, as kurxhas, super. Po foli për intervenime të lehta, se ka në raste ku ka intervenime të rënda. Po a ka ndonjë intervenim më të rëndë se kjo? Me ta pkut kamën? Punë e madhe është. Thot veç çat natë ka fal. Të nesër më ka vazhdu, ka filluar namazin e natës edhe nuk është nalëç. Zubair ibn Awam rahimahullahu taala. A kanë pyet Amir ibn Abdi Qais për namazin e natës, ka thonë, zjarmi i xhehenemit ma ka largu xhumin. Zjarmi i xhehenemit ma ka largu xhumin, s'u me flet, s'u më rahat me flet. Mban që më ngrit edhe me fal namaz natë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon me këshillua Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. I thot, ala ukhbiruka bi ra's al-amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. A do më tregu tash për bazamentin e kësaj çështje, për shtyllën e kësaj çështje, edhe për kulminacionin e kësaj pune. I tha, bazamenti është Islami. Bazamenti është Islami. Cili Islam? Tauhidi. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, wal-bara'atu min ash-shirki wal-haniy. Dorëzim ndaj Allahut me tauhid. Ndërshim ndaj Allahut me adhurim, dhe distancim prej shirkut dhe pasuzët e shirkut. Kjo është Islamin të cilën kanë thirrë të gjithë pejgamberët. Pastaj tha, wa amuduhu as-salat, dhe shtylla e kësaj çështje është namazi. Krejt feja jon varet prej bazës, temelit edhe shtyllës. Këtu sillet feja jon. Qysh e kemi bazën edhe shtyllën, ashtu e kemi imanin, ashtu e kemi Islamin tonë. Ashtu kemi arritjen me Allahun subhanahu wa taala. Tha wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dhe kulminacioni i kësaj mesele është jihadi fi sabilillah. Me luftu në rrugën e Allahut subhanahu. Kjo kulmi, kjo tavani. Kulmi. Ai që është në kulm apo është shumë larg. Nuk është ai që është në tokë. Ai që është në kulm shef pak më larg, i shef meselet ndryshe. Mund të themi se për shkak kësajna dietarët në momentin e fitneve nuk kanë dalë me fetva, nuk kanë dalë me prononcime derisa s'ka ardhur fetvaja prej terreneve të xhihadit. A dimat meselën e kufrit të atyre që kanë thonë që Kurani është i krijuar? Apo fjalë e njohur të selefi, kush thotë që Kurani është i krijuar, është kafir, dhe kush dëshon kufrin e tij edhe ai është kafir. Dhe ka pas grup të Mu'tazilive që kanë thonë që Kurani nuk është fjalë e Allahut, është i krijuar. Ky mendim i dietarëve se ai çka thot Kurani është i krijuar, është kafir, edhe ai që dyshon kufrin e tij, edhe ai është kafir, që ky mendim fillimisht ka dalë prej terreneve të xhihadit, në kohën e Imam Ahmedit. Kam rastis në për libra, që fillimisht fetfaja, sa ka qenë kohë fitneve tash. Fetfaja ka dalë për atjenje. Pastaj ka përfshirë tokën e muslimanëve. Edhe në kohë të fitneve, ku kthehen musliman? Ka thonë ata në kohë të fitneve, kohë të paqartësinave, kthehuni te ata që janë atje në rrof, në pikën e parë të luftës. Pse? Sa ata shohin më larg shohin. Atyre Allahu ka dhënë një farë basireti më larg. Tash më nuk po tham me shku me pyet muslimanët që luftojnë fisimilar që nuk janë dietar, po flas për dietar të xhihadit, jo për avamin e xhihadit. Sa të avami i xhihadit. Xhihadi mund të bëhet edhe njëri që ka shumë ilm, edhe njëri që ka pak ilm, që ka një diturinë esenciale, e ban xhihadin fisimilar. Mirë po, diturinë e ban ai që ka ilm shumë. Fatfana e pa që ka ilm shumë. E te këto që kanë ilm, te dietarët e xhihadit. Te ata që luftojnë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Te ata të cilët i kanë lënë gjithçka për kësaj dunjaje për ta ngritur fenë e Allahut subhanahu wa taala. Në kohë të paqartësinave, kthehuni atyre. Thotë Imam Shafiu, në kohë të fitneve dhe të paqartësinave, këshirni shigjetat e armikëve ka janë duke shku, që aty është e vërteta. Këshirni armikët kundër kujna janë duke punu mas shumëti, kundër cilit grupacion, që aty është e vërteta. Prej atje kanë dollë fetfat, dhe pastaj shpërnda në kohën e Ahmedit dhe pak më herët prej tij edhe më vonë. Pastaj i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a do më tregu kështu komplet në kësaj, që ta mbledh meselën? Tha, po e sallallahu. Tha, kujdesu për gjuhën tënde.
e kapi gjuhën me sa. Tha, kujdesu për gjuhën tënde. Madhi tha, herës Allah, a kene me shku në zjarën edhe për shkak asaj që ka flasin? Tha, thakilet ke ummuka ya Muadh. Më bukfal me përkthyje, i bje nana mos të pat ty o Muadh. Po kjo është përdorur në mënyrë për me kritikue. Këto mirë për ty o Muadh. Po a mos vall i dërgon diçka në zjarë xhehenemit njerëzit ma shumë se sa asaj çka flas me gjuhë të tyre. Pra hadithi, fundi i hadithit për atë tregon që kulminacioni për të arrujt fenë tënde është më kujdes për gjuhën tënde. Është më kujdes çka çet për gjuhën tënde. Çka thon pejgamberi s.a.s. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ai që beson Allah dhe botën tjetër, let flet mirë ose let heshte. Let flet mirë ose let heshte. Këtë arun fejrë. Ai që beson Allah dhe botën tjetër. Me hesht, ai që hesht është i sigurt. Ai që fol, ai ka me një test. Për çdo fjalë që flasim, kemi dhënë llogaritë Allahut që të zgjidhë. E nëse s'flet, s'kemë dhënë llogaritë, s'ke fol. Nuk kemë fol. Fillimisht kemë dhënë llogari, a ki fol mirë, a ki fol keq? Pastaj atë që ki fol mirë, a ki fol për një Allahut apo çka ki fal? Në llogari për një llogari. Kështu nuk fol hiç. E siguron vetëm ta. Lutem Allahun që Allah në forma këtë tona. Lutem Allahun që Allah të arrum fen ton, të mëson Allah që të jemi të vazhdueshëm në përsëritjen e meselave të dinit të Allahut subhanallahu bihamdika shan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.